Një ngjarje e rëndë u regjistrua ditën e djeshme në Paskuqan, ku humbi jetën 27 vjeçari Ardian Balloshi. Sipas informacioneve paraprake nga hetimet në ngjarje, u sekuestruan 10 gëzhoja, të cilët dyshohet se u shkrepën nga arma e përdorur nga autori i dyshuar, Sadik Llani. Burime pranë grupit hetimor bëjmë dije se Balloshi është qelluar në kokë, plagë që rezultoi fatale dhe i mori jetën të riut, pak pasi u transportua drejt spitalit. Hetuesit dyshojnë se objektivi i sulmit mund të ketë qenë edhe një person tjetër i pranishëm në zonë, i cili arriti të shpëtojë të shtënave pa pasur lëndime. Kërkimet për kapjen e autorit të dyshuar vijojnë. Ai konsiderohet person me rrezikshmëri të lartë, jo vetëm për shkak të ngjarjes, por edhe sepse vazhdon të jetë i armatosur dhe në lëvizje.